atat kombëtare apo ndërkombëtare. Ndaj, ju lutem shumë, mbroni pasurim tuj, lek që keni fitu me mune me djerës, mos i qoni mu pasuru një grush shtetit, një grush njerëzish që po munohen me na marë frymen çdo ditë. Nuk është vetëm rjolli. Unë këto ditë kam pas kënaqësinë dhe dhimbshurin njëjtën kohë me taku shumë komunitete shqiptare që kanë probleme me pronat. Nuk është e drejtë kur shkon Kurdari dhe shikon një fshatan që jetojnë me bujqësi që ne duhet t'i përgëzojmë e t'u jena falenderues gjithë se prej ty ne jetojmë dhe prej ty ne vazhdojmë ushqena në përgjitha qytetet e Shqipërisë, të shkohet dhe t'ju merret ujë. Baza për me jetu. Ujë. Ata duhen me ju marrujnë për hidrocentral, për interesat e një personit, me la një fshat të tanë, pa ujë, pa jetë, pa të ardhme. Si mundet me jetu një fshat pa ujë? Të njëjtën gjake na prekin Pogradec, ku do ju merren kullotat për parqe fotovoltaike. Dakor të zhvillohet Shqipëria, të bëhen parqe voltarike, të bëhen hidrocentrale, po pa cënu banorët, pa cënu shqiptarët. Ne jena shqiptarët, ne e bajmë Shqipërinë. Dhe në qovë se ju doni me ba Shqipërinë vetëm për një grusht njerëzish, e keni gabim, sepse ne do bana çdo ditë ma shumë, çdo ditë ma të fort bashkë, dhe nuk do ja u lejojmë të plaçkitni pasurit tona private apo publike. Nuk do lejohet që ne të vazhdojmë dhe të zvarritena në përbot si emigranta dhe ju të bani të ngërdhek në pasunin tonë. Ashtë pasunia jonë dhe nuk mund të akzojnë vetëm ata burra që rrinë aty në parlament, ata që janë aty për me ba ligjet që Shqipëria të bëhet një vend i mirë për me ju të tanë, ata janë aty sot. Detyra aty në vërtet është se si me na banë e jetën të pamujtur në Shqipëni, se si me na plaçkit çdo gjë, çdo centimetër të jetës tonë, çdo hallk të jetës tonë na kanë bafer, nga spitalet, shëndetësia, arsimi, drejtësia, çdo gjë. Tash i erdhën edhe te pronat, paket mas paketet, ligj mas ligjit, VKM mas VKM-jet, në kurriz të kuj? Të popullit. Ndaj ne do t'jena gjithë bashkë dhe t'ju thona jena na, pa jeni ju. Jeni aty për me na përfaqësu neve, për me ba detyren si ligjvënës, ligjzbatus, për me ba Shqipëri një vend tjetueshëm për gjithë shqiptarët. Ne kena dorëzu dhe një kërkesë në parlament, është dorëzu nga deputet që na kanë mbështet, që të ketë një seancë dëgjimore për problematikën e rjollit. Nuk kena marrë as i përgjigje akoma, dhe sot kena një thirrje shumë madhe për kryetarin e parlamentit, që të marrin pak kohë nga koha e tyre vyrë dhe të dëgjojnë këta banor për hallet e tyre të vërteta. Jena na që i kena sjell aty, janë votat tona që janë ata aty. Ndaj ata duhet të marrin kohë dhe të na dëgjojnë neve. Nuk duhet vinë tek ne vetëm kur është koha e votave. Duhet vinë tek ne atëherë kur ne kena nevojë që ata të bëjnë ligje në të mirën e shtetit shqiptar dhe qytetarëve shqiptar. Faleminderit shumë gjithëve dhe uroj që kjo të jetë vetëm fillimi një bashkimi të gjithëve për të çuar përpara një nismë në mbrojtjen e Shqipërisë kundër zaptimit. Faleminderit gjithëve. Faleminderit Luciana. Atëherë përshëndetje të gjithëve dhe një herë doja të numëroja të gjithë komunitetet që kanë ardhur sot. Zallë Gjoçaj është këtu. Një duar trokitje për komunitetin e Zallë Gjoçaj. Një duartokitje të madhe për rjollin, e cila lëvizje u bë nismëtare e bashkimit ton. Një duartokitje për Gurasin e Pogradecit, për parqet fotovoltaike që po bëhen atje. Gjoricën gjithashtu, e kemi këtu apo jo? Kurdaria ishte ndër të parët që na u bashkua në këtë dëshirë për t'i bashkuar kauzat tona për pronën, por Kurdaria sot i duhet të ndeshet pikërisht me ata investitorë të cilët i gjëmon këmba këmbës. Kurdaria është një shembull i jashtëzakonshëm i lëvizjes qytetare, e cila nuk e lejon investitorin megjithëse me letra t'i afrohet sajtit dhe prandaj një duartokitje të madhe për Kurdarinë. Por sot këtu kemi dhe Ballçin, një emër që juve mbase se keni dëgjuar, për sipërfaqja dhe hapësira që është marrë në projektet e Ballçit është e frikshme, 99 hektar. A imagjinoni se çfarë hapësire merret për të përdorur për kush e di se çfarë investitori strategjik. Pse jemi ne sot këtu? Është hera e tretë që mblidhemi lëvizjet
për mbrojtjen e pronës. Jemi përpara këtij parlamenti sepse ky parlament ka shumë gjëra në dorë. Ndër të tjerat ka në dorë pikërisht të çbëj ligje, patjetër, harova Durrësin, një duar trokitje për Durrësin, për Titin, ju kërkoj ndjes miqtë e mi, gjithmonë të fundit, faleminderit Toni. Faleminderit. Ne jemi këtu pikërisht përpara parlamentit, sepse parlamenti ka në dorë të bëjë apo të zhbëjë ligje. Një ndër ligjet më të tmerrshme është ligji i cili na ka prekur të gjitha kauzave, është ligji për shpronësimin për interes publik. Dhe ky ligj i tmerrshëm ka ca nene që shpronson privatin për t'ia dhënë privatit, që shpronson dhe nuk t'jep mundësinë ta marrësh prapë pronën tënde, vetëm të japin ca spiçola, ca lek dhe thon ik largohu. Pra ky është një ligj i cili duhet zhbër pikërisht nga ky parlament. Janë të gjitha çështjet tona me VKM të firmosur çuditërisht nga një figurë, Belinda Balluku. Pra, të gjitha çështjet duhet të bien poshtë. Ajdut janë të gjitha ta që kanë firmosur për këtë VKM dhe e para që e merr spaku në listë është Belinda Balluku. Prandaj jemi këtu për të shfuqizuar të gjitha aktet e firmosura nga të gjitha ta të cilët vinë bas kryeministrit dhe Belinda Ballukut. Do të doja t'i kujtoja sot kryeministrit dhe gjitha atyre që folën për progres raportin e Shqipërisë, t'i numëroja disa nga kapitujt. Kapitulli 23, drejtësi dhe drejta themelore dhe të drejta themelore. Kërkohet drejtësi e pavarur dhe mbrojtje reale ndaj pronës. Si që shikoni, ne këtu jemi për të dëshmuar të kundërtën, që vetëm drejtësi nuk ka në rastet tona. Kemi kapitullin 27 për mjedisin, kërkon mbrojtjen e natyrës dhe mbrojtjen e ligjit. Ne jemi dëshmitar që kjo nuk është bërë në projektet tona. E drejta e shoqërive dhe e tregut. Flasim për investitor strategjik. Investitorët strategjik janë shpikja më e shëmtuar e këtij pushteti për të grabitur pronat e shqiptarëve. Mund të flasim dhe për shumë kapitull të tjerë, por e rëndësishme është për të thënë që të gjitha projektet bëhen në mungesë të transparence, në një grabitje ditën me diell, me letër dhe me firmë, dhe kur ne shkojmë dhe i relatojmë të gjitha gabimet, të gjitha problemet, çuditërisht shteti shqiptar është i shurdhër. Njësitë e qeverisjes vendore janë të shurdhra. Ndaj, do doja të theksoja edhe një gjë, një shprehje të fundit përpara se t'i bëjmë një vazhdimi të gjithë kauzave të tjera mbas këtyre tonave. Do doja të përmendja një shprehje në anglisht thuhet what I don't know cannot hurt me. Çfarë unë nuk kam dieni, nuk më lëndon, dhe këtë ja drejtoj të gjitha atyre që ecin rehat në atë rrugën atje, të gjitha atyre që na shohin pas ekraneve të televizorit, pas ekraneve të celularëve, një ditë do të vijë dhe në shtëpinë tënde. Dhe ne po luftojmë këtu edhe për ju. Dhe shpreha në vazhdim është what you don't know cannot hurt you but can kill you. Çfarë ju nuk dini dhe bëhet në padjeni, mund t'ju marri pronat, mund t'ju marri jetën dhe mund t'ju marri të ardhmen e fëmijëve tuaj. Ndaj unë gjithmonë në mbyllje të fjalës time do them poshtë diktatura, rrot Shqipëria. Për Titin do të flasi simboli protestet son në Narita. Përshëndetje. Është era tretë që bashkohemi bashkë edhe asnjë mos ndahemi. Që t'i them, kryeministër nuk ma nxegoja. Unë jam Rita nga Durrësi. Po i them, Edi Rama, që i fillove mbyllje gjithë hipotekat.